Përqafona, po maj këtë e përqafoj, po duhet më qunë komën. Duhet me më si një gjanë, pa të puthë. Jo, këtë gazetari nuk bëhet puthje duhet. A bëhet puthje? Po qapë kryt fartëna. Sjena të... Një me bëhet në program me bëhet puthje. Hitë shmaj, papa. Jo, po përshkëta unë e leti. Se? Lejohet. Nuk lejohet, e? Lejohet. A lejohet. Jam rëndësi, farë më le puthje ka rëndësi. Puthja ka rëndësi. Për historinë tuaj e kemi këtë, për historinë tuaj, që jeni Kora ose që puthje vendos martesën ose jo. Martesën ose jo. Puthet është mamin edhe ti. Hajde më puthi herë, a din me më puth. Ke harru me. Ka harru me më puth. Qënë se putha? Qënë se të japë du me më puth e... Po konsideroj, po ne, është një sënë puthën. Jo, unë se nuk e konsideroj puthën, du me puth. Se mund, jem puthë me dorë kërë. Hajtë me i ra, edhe herë. Ja, hajtësh. Lene. Kam të nalunë me puthë kashi, kur janë të tjetë. Kur janë tjetë, nuk në shofin ata hiq asnjë. Jo, nuk shofin qëria. Ku janë ata asnjë nuk shofin. Jo. Gjitha, shofin edhe gjojnë. I mbyllën sytë, i gjithë. I kanë mëllë sytë. E prisha regullin. Sa vjetë ke që e njohe Ismail? Në qenë e feju me 25 dhjetor, 50. Qenë e feju që janë këpët punët. Po, u fejuat me dashuri apo me mblesëri? Me shkusi. Me shkusi. Atëherën më po njoft me dashuri këshën kanë punët. Kretë në ryshe. Po, me shkusi, qëfar profesioni kishte Ismaili? Ismaili ishte inspektor arsimit në Pukë. Ti sa vjeqe ishe? Unë ishe 16 vjeqe, 2-3 muaj ashtu një të herë. Po, ja, që korrekt 16 vjeqe, edhe të muaj, pa i bo 17 kam kënë. Pa i bo 17, 3 muaj. Ishe shumë e vogël, po ne ishim 5 motera, edhe fillun edhe ata varzat tjera më rritë edhe në për shkollën e për gjana, njona kishte problem. Thote që kam 5 varzat, sa t'i bajtona kry shpejt kishe qef, që ti martoj dhe ti heku t'i qaj në përbun vetë se ishte kasavet në të kohë. Ishim shumë kështu kishin kasavet varzat edhe. Thote ti faj edhe ti qaj të burat e vetë edhe ti mojnë përgjithsia të manajna një këta punë. Sa heru takove me Ismailin si të fejuar? Me Ismailin jena taku qysh mësi jove që jena feju, vese kur ka ardhë, edhe atëherë e kam pa, që ashtu, edhe fillun më najna që me një shpirti që ashtu, këj më najna filloj me ardhë, po 15 vite, se në të kohë, me po, se babin e kam pas shumë fanatik, edhe vite 15, vite prej puket vite filla dhe të na, ka herë rritë aty, kishim edhe babin aty e nonen e të tonë, ma nëj vite kam jese i heret, i thote sams, mami, të shërë dhe prej atje. Allah kishtë të najten. Të gjo, të puthi Ismaili para se të martoheshit? Ja. Ja, fare? Asiherë. Asiherë. Dekor. Dhe të marshtë të vergjerin, të veznin, se e ke pas dërsa të martohne. Kur e pret ditën e dasmës? Ditën e dasmës se kena vën në gusht ka kënë duket, gusht po, janë në shtator. Kur a liru krepe i burgut, ka kënë korrik. Po prit njerë, pse hyri në burg? Pra ju ndatë ditën e dasmës edhe pastaj Ismaili u burgos, pse? Maj Mirel, ta diftoj ditën e burgut,
ditën që është arrestuke, pas një anër, se unë e kam që njëjmë dalin anërat, se në vend që mu vesh me veld bardh, u vesha me veld zi komplet kështu krejt, dhe ishin kalableku dhe me këpërdarsëm, edhe unë i nëbd asaj veli suvap. Ku është Smajli, thamon? Smajli thonë, ka shku me zanë Shqipen. Unë iku, lo kalableku, unë edhe iku të ecë rrugës, shkejte një uj, atë më del një uj zi për para, edhe pa shef të lujtë ujin, kur shef del Smajli prej atë, unë futem deri kështu deri në gjysë në uj, i jap dorën, e kapi, edhe ikme në manaj në të ecë kështu bashk, edhe kur ndoli gjumi. Se para 10 ditëve, ushqimet i darsëm së në burke i ka hangër, se për para nuk janë bona për restorante, të i mledh edhe të i boja këna që atje. Unë me velin shpi, me i pa cilin pa zgjedh, cilin pa ban me ma pru me i vesh për 10 ditë. Tona gjanat gati vetëm se sa me bata detet e gjanat mu martu. Iku edhe më najnë edhe 13 vjetë tjera me prit. Me prit se asë më shkote menja, unë kur më thoshin këta njerëzit, pse, Mili, pse, ti qa ke? Nuk kam asison, pa unë kështu një vedin që unë du me një. Po qëfar të të roqit të ky njeri që the unë do t'a pres? Qëfar pati? Vetëm dëshni e kur gjatë tjetër, vetëm se e po edhe një t'i filë, si thonë, kur t'njet një gjo, edhe hajde i që më nëjna. Unë shkushen e takushen në burg, dhe këthote, në vend që më qëru ushqimet, mas më bini ushqime, edhe më bini vetëm Milin. Kur u takume herën e parë, që hinin në burg, që u takume, më tha, Mili tha, ti e din vetin se si je, edhe ti të të gjesh fatin tëmë. Se unë kështu tha, që fati jonë, unë jam denu shumë rëmë, është gjyna se ti je shumë e rej. I thash mu pa më vjen keq, se ti më paske dasht. Atëherë tha, unë të kam dashta me gjithë shpirt, edhe s'ka me të harru, tha kur, po më vjen keq, tha dhe se shumë e rej. Ashtu më nëjna me shprej sa hase pa kalane, hase pa bën, edhe fillova më nëjna me fjetë menën, se kështu pas ka keni puna jeme, i thoq babës ti vazhda feja mërta varzët, edhe unë do të rri prap, edhe që se nuk del, unë prap nuk qes fat në vedi, do të rri del sot vdes në ju, edhe unë do të rri shtu, rritet vlaj dhe rri me vlane me këta, unë nuk qes fat në vedi tjetër. Unë shkushe, se ku me shku në Tinzësh, me shku kam shit gjakun, se s'ishte se baba ka kënë trektori mesën, pa në fund nuk me gjote me mëllë dyqane, derisa që unë e në zeru me tatime, me gjana, me sana. Edhe një ashtu si u ba me tanë ushtru me kunditat e në verit. Unë shkushe shqitëshe gjakun Tinzësh, thoshe po shkej nej, po shkej kënejnë, edhe shkushe në spitale shqitëshe gjakun, edhe i thoshe babës, dojnë me shku vjehra, thoshe dojnë me shku atje, edhe dojnë me marrë edhe mu më pagujnë ata rrugën, i thoshe, mëse ke problem ti. Kur vishe këto, i thoshe vjehërës, hajta pa shkojmë, kur pa shkojmë, se ta pagujnë baba dhe ty, s'ka gajle, hajde tikum, hajde shkojmë se ta pagujnë edhe ty rrugën, baba. Sa herë ka ndodhur? Sa herë që shkote me anja, kam shku shumë, 3 herë vjetë, shkushe edhe e bashe një këtë punë Tinzësh. Bele ishte një kushrin i Smajlit, aty ku ishte që nepshin gjak, që i bata ata kartelat me marrë lekt, i thushe, aman, mos mi thuj kuje, se më fikë, thushe, mos mi thuj, ja, thota, se sëm, nuk ti bajza, dhe me shku me pas Smajlin. Edhe kështu. Pa ishte ma e ranë, ma nejna Mirel, ku shkushim në për male, këtu se ka kena për kampe gjithkun, me vjehrën, me që ushime, gjanët, sanet, hikshim të rrypat i havrëve, edhe i venshim ata ushimet në kraf. Aja plak, mu e shë unë dhe me këmori edhe, pa mina si në mësu me ata punë, si venjë ushimet këtu, kur vishe këtu, nuk mu ishe me marë frym, se mu shtypshin mu shknijet, e nuk e di ka 2 javë, pas banshe zanja, ashtu. Ma ne rrugës ka shkoshim rrugës, s'kishim makina, gjana, u nalëshim. Ikshin makinat, i thotë që i ditë vjehërës, hajde ta pojmë prova, që tha? A pa më shehesh ti njotës, se pa delon i to?
Edhe më shehu ti, thoq, se unë pa dali tu, më shofin mu vajzë teta, pa ande pa të trasën ty. Sa më shifshin mu ata shoferat, njeni, qa ke, pse ke me të në rrugë? A ke vend po? Po, thote, hajde. Hajde, i thoshën, hajde brep. Njeni, e zete turpi, edhe në merte, njeni, i kite me makinë. Smajli u denu 25 vjetë. Por, bëri 13 vjetë. Bëni 13 me mirësjellje, me gjana, me sene. Dhe Doli nga burgu. Dhe kur doli, ju martuat? Po, mas 1-2 mujve, morëve se ishte, edhe njerës shkojshin, vishin shumë, edhe ku ishte shumë i dopt, kur u liru prej burgut, shumë këshu, se ka paken, shumë i shnosh, shumë një shnet bukur. Një shnet bukur ka pas shumë të mirë. Edhe pas doli gjysa, pa mos i doli gjallë. Bëdasëm tradicionale, u veshe me të bardha? Pa, veshen të... Se rade e veshe velin e bardh? Pa, me vel të bardh, do që me vesh, pa. Mu të herë mu së mbate për shtypi, thosha hiq, se s'ka problem. Ja, të se ti ke prapje i shoqet tuja, se isha 30 vjeqe, 30 thoshen shoqet tuja, ka që martohen, ka që u del fati vonën e kënajna. Ka ishe fejun shumë e re dhe kalunen vjetë, thoshe, kum shkan të shmu veli, mu vesh 30 vjeqe me vel. Edhe më veshen pa hajtë bukuri, vele kum thoshin të ka re, ma si ka s'kën shku tanë të vjetë e tanë të gjana u habiqe njerëzit. Sa fëmi keni? Djale vajzë. Kam Vildanin, edhe Gilmanin. Po një për e mbesa? Një për mbesa kam djali ka vajzë e djali, edhe Vildani ka djali vajzë. Kam 4 një për mbesa. Ke dhe stër një për e stër mbesa? Tash edhe 2 stër një për kam. 2 djelë, edhe fniti vajzë, edhe djali, edhe vajza kanë kaj djali. Si kesh me jetë? Edhe jena ba, dhe me thonë, mu ba, jetë gjysha, po ba me... Stër gjysha? 4 gjysha. 4 gjysha. Edhe 4 gjysha, në këtë moshë. Që mu habit është veç punti për një zoti, kështu në ka shpërbly. Një ta dikti kohë e rinisi në ka ik, në ka shpërbly të është në pleqni, me fmi, me nipa, me mesa. Kur fillove të jetoje me të, i e penduar ndo njerë ke thënë një vleti gjithë këtë sakrificë për këtë burë? Këtë për zodhen për mu, ka kanë gjithë shkahi, nuk do shë me shtik për këtë gjë. Smajlin, fmit, punën, jetesen që këtyne mos që kejnë mangot, kë kishte një qef që ditën i dile me dalë me shtu, me li thote lëni punët, edhe të veshna edhe të dalim nër njerës, të shku të ardhë. Mu nuk më ka pengu asë një herë, kam kënë roba qepsi, në për ekskursione, në për gjana, me shoqe me ka 2-3 net, dhe rrishe, vishe, vetëm thote ti del, edhe që nuk ke penges asë një sanë. Po veshe, shkoshe, delshe në shoqe. Të ka mërzitur ndo njerë, mërzitur ndo njerë me Ismailin? Me Ismailin botë, thamë, që nuk do të ketë, as ka pas, as nuk do të ketë qift që këna shkuna, pa ja prish vizën një tjetërit njëherë. Jo, 57 vjetin i zënë do njerë ju tani? As njëherë, kur? Jo, po ndo njerë, po. Ata thëmë drejten, kur jam mërzit në jelja, kishe qef njëri, kur ka qef me burë, me full, me gjithë shka, me qana i hava, në i sana, në i gjohë. Se këmë anës vite prej punet, thote buk edhe libra tavulina ka kene hapun me fjallore, me gjana, me samë. A ke grua, a ke fmi, thoshe. Që mërësillu i herët bëjnë një muhabet e i sanë. Qapat la mangot, thote. Po këthim len mangot që ti nuk flet me mu veç me libra. Sillu thoshe fal me mu, a ke gru, thoshe me. Apo ja nep nej fjallë ti me shku mirë, si kena shku në dë. Apo ja thu.
Me e thonë që si kena shku mirë në të dy se na marrë vesh. Qyqina fejuna. Ha, që se na fejuna, ha? Po mja, po ja pysin ta, po Papa, edhe ta dhe na edhe une. edhe ti për... Papa, bashk. Ja. Që se na fejuna. Ne jena feju Ha, me pëlqim të plot njëri me tjetërin. ha, Një. ha. Edhe Ne mamajna. feju, kur jena martu atëhere, ka fillu jeta e dashurisë. Ha, kur jena martu. Në martesë, Ha. në rregull. Pastaj, ka aq mirë sa është e vështirë me gjetë në vende tjera, në persona Në tjera. persona tje. Përsy se jena marrë vesh shumë mirë një me tjetrin. Si ta mos unë, që unë që kam të drejtë ta tham këte, pse ty ken i burgosën une, Ha. unë ju kam lutë për me mu largu mu si të burgosë, që unë do të bëjmë burë. Ha, Që po, çfarë martesit ka është? Ti ke pranu me çdo kusht që me nejt me mu. Edhe 20 vjetë, 100 vjetë, 101 kam kënë fillim, ose më ka rarë burgu në 20 vjetë. Pa. Edhe 20 vjetë me i pas bo, po unë kështë. ti Këshema. përpëshe. Kjo. E s'ka nevoj me tërku në gjë tjetër, që ja marë në cishme kjo është. Ashtë rëndësishme. Ty Pa, ke- ka rëndësi edhe jetë, që kena ecë bashkë, që kena rrejtë fëmijët, kena... Qa me kretë mirë, pa asë i kundërshtim njërë me tjetërin, pëlqim i menimit njën tjetërit, kështë gjërë është. Kena rrejtë dy fëmijët mrekullueshëm, kena nipa, mesa, kena rrejtë dy fëmijët mrekullueshëm, Një të mërkullushëm po kjo, djallin vajzë që kena djallin po Amerikë. gjithë kush e ka djarin e vajzën e të mërkullushëm për vedi. Për vete, po me batë gjithë kush i ka. Pa në duke si kena më të mirë. Të kështu thojmë ne, Pojmë na, ha? do të më pëlqjerë. Me për tjerë, ha? Atjerë, atjerë se si ta Ja, po do të ja. shkojmë mirë një tjetër. Unë e di që Ndifte një herë mu ke den ma fartë, mamin a mu. Se mu ishin herë të pës, mami e du si gënë, aha, ty e du si vajzë. këtë është bëllë, të është sa vjetë, 50 e sa vjetë. Ma mirë, Bëve ke doshtë. bëllë e ki dashtë mami. Si? Bëllë e ki dashtë mami. Mami e kam dashtë. Bëllë. Po, është e aty, është vetë është jo se... Edhe flasim si më parë, ka herë pa, kur jena në të rëzi. Edhe natën, a dzen besë, se unë flajnë me i sy mbyllë, me i sy qilë prej ti. Asë shpinën nuk mund me e silë, se më duket se e kam lërkë. Më duket se e kam lërkë, vesh e rri edhe shaf, pele pa qohet, pele pa qa pa banë, pele qa pa këthehet. Edhe këmë thëtë, Hemilia, fjeti e a qutë. Po, aje fjeta e qutë. Po, edhe me kanë fjeta më qanë, dhe mune, të qesh. Hajde që më banë muhabet të rrimë, pa, 2 nësë më burë, që me ba? Hajde mirë, thëtë, hajde bro, shka Bjerti se pa rrimë. Bjerti. Anë e kënajna, një kështu si aprishim prapë. Se ti ke lindur dhe ditën e dashurisë në 14 shkurt, edhe çfarë mesazhi ju jep të rinjve që duan dhe ata të kenë një dashuri kaq të madhe, po ndoshta nuk din të duan? Për Zotin, unë kësha me thonë që në qoset ti e mërë burrin për jetë, e jo me kalu e me ba, me marrë vesh njëri me tjetërin. Çdo gjë mas me ba, as i sanë tinzash, ja, për shambull, s'ke qa banë tinzash kërgja, veç. Pa shkej diri këto me pytë. Unë e kam pas veç
Po shkete buka, po shke marrë bukën, s'mele dhe papa mirë, thotë se shka veka dhe vishe këtu. Nuk kam dollë derin e burrit, po di se ku jam. Edhe këj nuk shkote, po di se ku kam burrin. Mos me rajt. Se ke gënjur asë njerë ti? Asë njëherë. Vërtet? A di pësha kam rajt në isam, me të thonë drejte. Kur blej se gjo në shpijet, e kam blej 10.000 lek, 5.000 lek më shmel. Qeshte, pse të qoshe qesh, nëse ke ble më shumë. Vetëm thote mos në len pa hangër, blej për që dush. Një të pa. Po si e shikon atë momentin që... Nuk e mënaj. Dë betohem nuk e mënaj, edhe i thamë vetit pytje, nëse shka edhën për para, por unë si da të bëj, po te. Asë nuk mune me shku të djali, asë nuk mune me shku të vojza, asë mune me najtë vetëm. Nuk di që rrugët që ka me ba. Këj më bënë mu si me kenë 20 vjeç për mu. Pije, se të banë mirë me të morshe. Pije. A di sa mirë të banë, kada ka dollë. Ka pak, edhe pak. Edhe pak. Ishtu kada ka dollë. Kada ka dollë. Edhe i fije, edhe pak. Një kështu. Si duket është. Kada ka dorë. E me a heka? Hiqe, vjerë. E se bëft është. Bëft mirë. Qa thuhet është? Të mdura? Vetëm pyrtje që më shti, do t'i bëjsh një më të feksume. Me zonë pak naltë se unë vuj nga këj vesh i knej, anë e knej, edhe kësh. Pa mirë, po mash, po s'ka gojle pëse në stres njëm punë e madhe, ma mirë të shpek një mësë në një. Do të me një unë se që ti. Pa mirë, mirë. Ajta, merë në vesh, Jena morë vesh gjithmonë. Gjithmonë jena morë vesh.